Gjimnazi Themistokli Gërmenji në Korçë ka inauguruar Muzeun e Shkollës Udhëtimi ynë në vite, një hapësirë e veçantë që pasqyron historinë dhe arritjet 60 vjeçare të këtij institucioni arsimor. Në këtë muze janë ekspozuar dokumente, fotografi dhe materiale të shumta që tregojnë rrugtimin ndër vite të gjimnazit, si dhe kontributin e brezave të nxënësve dhe mësuesve që kanë qenë pjesë e tij. Realizimi i muzeut është bërë me mbështetjen e Këshillit të Qarkut Korçë, me synimin për të ruajtur dhe përcjell të trashëgimi për brezat që do të vinë. Me mbështetjen shumë të madhe të Këshillit të Qarkut Korçë, duke vlerësuar dhe duke mos e anashkaluar edhe ish kryetarin e Këshillit të Qarkut Korçë, zotin Erion Nexhipi, por mbi të gjitha zotin Petrika Tollkuçi, i cili e çoi më tutje pjesën e mbështetjes që na ofroi për realizimin e muzeut. Kjo nismë nuk është thjesht një ndërhyrje fizike. Në hapësirën e shkollës, ajo synon të sjellë historinë më pranë nxënësve, duke e kthyer atë në një përvojë të gjallë njohje dhe reflektimi, përmes krijimit të një mini hapësire muzeale brenda shkollës. Ne besojmë se shkolla duhet të jenë jo vetëm vende ku transmetohet dija, por edhe hapësira ku kultura, memoria historike dhe vlerat kombëtare jetojnë dhe përcillen çdo ditë te brezat e rinj. Në aktivitet morën pjesë personalitete vendore, ish nxënës, mësues dhe drejtues të shkollës, të cilët vlerësuan rëndësinë e kësaj nisme për ruajtjen e kujtesës historike të gjimnazit. Me këtë rast u promovua edhe libri Edhe unë jam Themistokli, i cili sjell kujtime dhe rrëfime nga ish nxënës, mësues dhe drejtues të këtij institucioni në kuadër të 60 vjetorit të themelimit të gjimnazit. Libri përmbledh histori, përvoja dhe momente të veçanta nga jeta e shkollës ndër vite.